Ne do të diskutojmë për buxhetin e miratuar të vitit 2026 të rreth 4 miliardë euro, prej të cilave 3,64 miliardë janë të hyra, ndërsa pjesa tjetër do të mbulohet me kredi dhe me deficit. Përndryshe është votuar për, kanë votuar 62 deputet, kundër 36 dhe asnjë nuk ka abstenuar për votimin e këtij buxheti, që sipas Hekuran Muratit, pra ministrit të Financave, është quajtur si buxhet emergjent dhe ndoshta në vazhdimsi edhe mund të ndryshohet. Ne në studio kemi të ftuar nga Instituti GAP, koordinatorën e hulumtimeve, Rona Zhuri, me të cilën do të diskutojmë për miratimin e këtij buxheti të vitit 2026 dhe po ashtu do të diskutojmë për shkak se është bërë edhe një analizë edhe më herët me projekt buxheti, por tash edhe tutje me miratimin e këtij buxheti të këtij viti. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur, Rona. Mirëmëngjesi, Agnesa, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu, që keni parë jo miratimin rreth 4 miliardë euro, da parashet do të ta përputhet krejt me shpenzimet edhe me zhvillimin tutje të vendit. Atëherë të premtonve që pam që në lexim të dytë është votu projekt buxheti për vitin 2026, ndonse është me një vonesë një muaj e gjys, meqense ishte dashur të votohet në fund të vitit kaluar, mirë po për shkak të situatës me zgjedhjet, kemi mbritur thotë në këtë pikë. Ne kemi përgatit një analizë ku jemi mundu me i përmbledh, sepse buxheti është një dokument 700 faqe, dhe jemi mundu me i vendos trendet kryesore krahasuar me vitin paraprak, dhe po shpenzimet do të janë parapar të jenë rreth 4 miliardë euro, nga këto 2,9 miliardë do të jenë shpenzime rrjedhëse, ndërsa pjesa tjetër mbetet për shpenzime kapitale, diku 998 milion euro. Ndërsa të hyrat janë parapar të jenë 3,6 miliardë euro, pjesa tjetër do të mbulohet do të thotë me borxh publik dhe nga donatorët. Dhe hyrjen më të madhe që shërizova do ta bëj pastaj dogana dhe administratat hetimore e Kosovës. Sa pritet me i sjell më së shumti të hyra vendit edhe gjatë këtij? Po, ndikimin më të madh të hyra do ta kenë hyrat nga tatimi mbi vlerën e shtuar, më specifikisht nga ato hyrat nga tatimet kufitare, pra nga dogana dhe akciza. Po. Është 10% më shumë në rritje se sa në vitin 2025. Qysh e shihni ju këtë, qysh e keni parë? Po, do të thotë është normalisht çdo vit buxheti shkon duke u rritur. Kështu që edhe kjo rritje është një rritje në një trend, do të thotë një rritje normale. Mirë po, çka kemi vërejt ne këto është që ndonse qeveria, pra qeveria e re tani, ka premtuar se do të ketë për shembull më shumë ministri në strukturë të re në qeveri, do të thotë 4 ministri më shumë, ajo nuk është reflektuar në buxhet. Pra, ky buxhet është buxheti i cili është votuar edhe në tetor të vitit kaluar, është i njëjti, nuk ka ndryshuar asgjë, ndonse qeveria tash do të ndryshojë. Pra, ne kemi përmendur edhe si rekomandim që buxheti duhet të reflektojë edhe 4 ministri tjera, pra duhet të specifikohen shpenzimet për këto ministri. Një tjetër çështje që ne kemi përmendur dhe e cila u adresuan votimin e premtës, është përfshirja e buxheteve të disa komunave, të cilat me vonesë votuan në asambletë e tyre komunale, pra është Prishtina për të cilën e dëgjuam, dhe janë edhe 10 komuna të tjera, dhe kjo reflektua në komisionet parlamentare, pra ata i përfshitën edhe buxhetet e votuara të reja për vitin 2026 në këtë projekt buxhet. Sa i përket projekteve të cilat janë analizuar dhe investimeve ose shpenzimeve më të mëdha, çush e keni parë ju këtë pjesë dhe ku do të bëhen këto investime më të mëdha, se ku janë projektet më të mëdha me këtë buxhet? Projektet kapitale, po. Atëherë, projektet kapitale do të vlera gjithsej planifikuar është 998 milion euro. Prej tyre 81% janë projekte të vazhduara, pra të viteve paraprake, dhe mund të jenë projekte edhe shumë më të vjetra, pra deri në 10 vite, ndërsa vetëm 19% janë projekte të reja. Kemi vrejt edhe ne që kemi analizu në këtë raport është edhe realizimin e projekteve kapitale, pra të viteve paraprake, deri në vitin 2024, dhe kemi parë që në vitin 2024 ka qenë një realizim pak më i mirë se në vitet paraprake, pra rreth 76% janë realizuar, mirë po pra pjesa e mbetur pra janë fondet të pashpenzuara. Dhe nëse e shohim për një periudhë 4 vjeçare, diku rreth 1 miliard euro janë fondet të pashpenzuara të investimeve kapitale. Pra, diku 250 milion euro në vit. Dhe kjo është një vlerë mjaft e madhe, normalisht ne kemi përmendur edhe përveç vlerës financiare dhe koston oportune që vjen me këtë mos shpenzim, meqense nuk mund të realizojnë projekte të cilat ndikojnë në jetën, përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe gjithashtu të bizneseve.
pra kemi projekte infrastrukturore si ndërtimi i kopshteve, shkollave, kanalizimi dhe rrugëve dhe shumë investime tjera të cilat do të lehtësonin jetën e qytetarëve. Në cilat fusha do të bëhen dhe pritën me u bë këto investime, më herët edhe e theksuam bashkë për shkak të një analize që tash mundemi me po edhe me shikuesit, që ka pas ose pritën që të bëhen edhe investime të tjera edhe në fushën e shëndetësisë apo edhe në fushat të tjera. Po, atër në aspekt sektorial, buxheti për fushën e shëndetësisë do të rritet diku rreth 10%, pra do të arrijë vlerën 396 milion euro. Nëse krahasojmë këtë me vendet e Evropës, pra e kemi figurën 14 në raportin tonë, si përqindje e bruto produktit vendor, shpenzimet për shëndetësi janë të ulta në Kosovë, pra janë diku rreth 3.9% të gjithsej produktit vendor. Nëse krahasojmë me mesatarën e BE-s, kjo është 7.2%, ndërsa ka shtete në BE si Republika Çeke dhe Franca që i kanë rreth 9% të bruto produktit vendor shpenzimet për shëndetësi. Ndërsa të shpenzimet për sektorin e arsimit, aty ka pas një rritje pak më të ulët, pra rreth 6%, dhe gjithsej vlera e këtyre shpenzimeve do të jetë 408 milion euro. Nëse shohim, kemi figurën 16 të këtij raporti, ku krahasojmë me vendet tjera, pra gjithsej shpenzimet e Kosovës për arsim janë rreth 4% të bruto produktit vendor, dhe nëse krahasojmë me mesatarën e BE-s, ajo është diku 4.7%. Pra ende janë të ulta shpenzimet edhe në sektorin e shëndetësisë. Megjithatë, që shesheni ju që Ministri Mulati tha që është si buxhet emergjent, do të pritët ose mundët edhe me ndryshu kjo. Të lërnë kjo hapësirë që pastaj me i mendu gjitha investimet edhe projektet për zhvillimin e vendit, apo lërnë hapësirë pastaj edhe për ndryshime ose për stepje? Në fakt, kjo buxhet duhet të ndryshoj. Nuk mund të funksionoj kështu qeveria, me qenë se veç e përmenda një ndër problemet është që nuk e paraqet strukturën e qeverisë, pra mungojnë 4 ministri në këtë buxhet. Kështu që unë qyshe pash në debatet në kuvend, edhe nga kryeministri Kurti, gjithsesi do të bëhet një rishikim i këtij buxheti. Pra edhe pse sa është votuar, pritet që në muajin mars do të bëhet një rishikim dhe të reflektohen gjitha këto ndryshime. Me qenë se ende s'kemi një program qeveritar për 4 vite, dhe ata në bazë të këtij programi pastaj do t'i bëjnë ndryshimet e nevojshme. Megjithatë nuk mendoj që do të mund të bëhen ndryshime shumë të mëdha, për shembull të investimet kapitale, siç e përmenda 81% veç se janë projekte të vjetra, të cilat veç se i kanë të ndara mjete, dhe ato nuk mund të bëhen ndryshime shumë të mëdha. Ndoshta atë ndonjë projekt i ri, megjithatë nuk pres që do të kenë ndryshime. Jo, diçka madhore. Po, edhe të kapitalet, ne që kemi vrejt të kapitalet e reja në këtë buxhet, pra nuk ka ndonjë projekt me vlerë shumë të madhe. Kryesisht janë projekte në vlerë 2 milion euro. Të vetmet janë autostrada e Pejës dhe Gjilanit, pra në vlera diku 16 milion euro. Në vlera pak më të mëdha. Jo, po ashtu me qënë se po i përmendim edhe komunat, është bërë ndarja dhe buxhetit për secilën prej komunave dhe sipas analizës që ju po ashtu e keni bërë, e shihni një ndarje të padrejta, jo ndoshta të saktë, edhe përfshi këtu duke krahasu, sepse edhe më herët paraprakisht e krahasua me numrin e banorëve nga një komunë në një komunë tjetër, ku disa komuna pavarësisht numrit më të vogël të banorëve kishin një buxhet shumë të madh, krahasuar me ato të tjera. Po, atëherë janë investimet kapitalet ministrive që bëhen në për komuna, pra është diku një shumë rreth 216.6 milion euro, gjithsej investime, dhe rreth 15 milion euro investime të reja, pra çdo vit që bëhen. Dhe këto investime janë në diskrecionin e ministrive, pra të vendosin se në cilat komuna do t'i dërgojnë. Dhe ne që kemi vrejtë dhe ndër vite, është një lloj pabarazie e ndarjes së këtyre investimeve në për komuna. Pra partia e cila zakonisht e udhëheq qeverin, ka pasur tendenca që të ndaj mjete pak më shumë në komunat të cilat ajo i udhëheq. Vitin e kaluar ka pas një në shpërndarje më të barabartë, le të themi, mirë po në buxhetin e këtij viti prapë shohim një lloj pabarazie. Pra, nëse shohim komunat të cilat janë nën udhëheqjen e lëvizjes vetvendosje, pra i kemi edhe në tabelën ne, kam pjesën më të madhe. Pra, ju mendoni që shkon në bazë të udhëheqjes ku është partia që ka më së shumti vota? Po, zakonisht ka shkuar atë dy vitet paraprake. Pra, komunat në udhëheqjen e lëvizjes vetvendosje përfitojnë pjesën më të madhe të investimeve, diku rreth 40% të gjithsej këtyre investimeve
investimeve dhe 34% të investimeve të reja, ndonë se këto pëmuna përbëjnë dikun vetëm 22% të gjithsej popullsisë të Kosovës dhe 19% të sipërfaqes. Edhe parti tjera kanë, për shembull Alianca për Armërinë e Kosovës, edhe ajo ka pak më shumë investime, pra dikun ka 14% popullsisë dhe 16% sipërfaqes, mirë po ka dikun rreth 30% të investimeve të reja. Nërsa për lidhjen demokratike të Kosovës, me gjithë se ka përqindjen më të lartë popullsisë të cilën e mbulon, pra 29%, i merr vetëm 17% investimeve dhe rreth 11% investimeve të reja. Në këtë tabel ne e shohim edhe investimet për kokë banori, pra dhe këtu mund të vrejmë se për shembull e kemi shtimen, në cila ka investime për kokë banori më të lartat për gjitha komunave, diku 593 euro për kokë banori, gjithashtu është Kamenica me 445 euro për kokë banori, edhe Gjilani dhe Mitrovica edhe ato do të kanë investime më të larta se sa komuna tjera. Nësi analizojmë për kokë banori. Po, ne ma herët kur në fillim pra kur e analizuan 4 miliardë euro shën, thamë që janë shtuar edhe 4 ministri, pra gjithse janë bërë 19, nuk është se kanë marë parasysh këtë, pa janë marë parasysh edhe shtesat që janë rritur, shtesat për leonat, shtesat e fëmijëve, po ashtu paga e 13 për sektorin, për punëtorët në sektorin publik, dhe po ashtu dyfishime në bazë të përvojës së punës, kanë qenë disa rrisi, disa ndryshime për si vjetë për vitin 2026. A janë marë parasysh këtu në bugjetin që është miratuar tash? Po, këtu janë marë parasysh, për shembull tek ato që përmende pakot për lehona, pastaj rritja e pensioneve, të gjitha këto janë parapar të kategoria subvencioneve dhe transfereve, pra shpenzimet rridhëse. Kjo kategori është rritur mas shumë nga gjitha kategoritë në bugjet, pra dikun rreth 17% ka pas rritje dhe arrin shumën 1.4 miliard euro. Këtu përfshihet pra rritja e pensioneve rreth 95 milion euro, pastaj është skema për lehona dhe shtesat për fëmijë që janë rrit për 75 milion euro apo 52%, dhe këtë ne kemi përmend edhe në analizë, pra është një trend që ka vazhduar dhe viteve të tjera, viteve të fundit, që shpenzimet rridhëse, sidomos subvencionet dhe transferet kanë një rritje shumë më të madhe se sa ato kapitale. Dhe kemi përmend, kemi ngritur edhe si çështje, pra e cila do të duhet të trajtohet në vitet e ardhshme, meqense se është më mirë që buxheti të orientohet në disa kategori më produktive, pra siç janë kapitalet, dhe që mund të sjellen do thotë përfitime më afatgjatë për shtetin, pra janë më produktive. Ndërsa kategoria subvencioneve dhe transfereve është më afatshkurt, ndikon te popullsia për një periudhë më afatshkurt, mirë po nuk ka përfitime më të mëdha për ekonominë e Kosovës. Pra do të sjellin diçka që sjell edhe përfitime në fakt, edhe sjell të hyra në ekonominë e vendit. Normal, po për periudhë më afatgjatë do të nuk ndikon shumë në zhvillimin ekonomik të vendit. Ndërsa te paga e 13 që e përmendet, po është hera e parë këtë vit që do të përfshihet një pagë 13 për shërbys civil, dhe kjo është përfshirë në ligjin për buxhet, pra ajo hyn te kategoria e pakave dhe shtesave, dhe mirë po sipas ligjit për financave publike, pra është një rregull fiskale që nuk e lejon gjithsej shumën e pagave të rritet më shumë se sa rritja nominale e GDP-s për vitin e fundit të llogaritur, e që në këtë rast është viti 2024. Dhe kjo do thotë nuk e kalon rritjen e vitit 2024, kjo rritje e pagave, prandaj është brenda rregullës fiskale. Megjithatë, ne kemi përmend në analizë që nuk është në përputhje me ligjin e pagave për shërbys civil. Meqense ligji i pagave nuk parasheh pagë 13, ai parasheh kompenzime shtesa të ndryshme, mirë po jo një pagë shtesë për shërbys civil. Dhe po në këtë vit do të jetë edhe rritja e koeficientit që përmend nga 0.25 në 0.5, të gjitha këto janë përfshirë tek shpenzimet për paga. Ju bëni analiza do thotë, po sa janë marrë parasysh këto analiza, këto rekomandime të dalja nga ju, apo sa do të duhej të merreshin parasysh? Ne çdo vit e bëjmë këtë analizë, pra sa të bëhet projekt buxheti, dhe po besoj që në disa raste ka pas ndikim të vogël. Ne jemi munduar me publiku në mes të 2 leximeve në kuvend, me kemi shpresuar që pas diskutimeve në kuvend që ndoshta një pjesë të paktën të merret parasysh, por çka kemi vrejtë që thashtë kjo ndarja nëpër komuna, vitin e kaluar ka qenë pak më e barabartë të investimet kapitale. Pra, dhe besojmë që pak ka qenë ndikimi që ne kemi ngritë shumë si çështje këtë temë,
Megjithatë kthehemi prapë në vitin në këtë vit dhe e shohim që ka një tendencë të vazhdojnë në mënyrën e njëjtë. Megjithatë, qytetarët i shohin dhe i vlerësojnë po ashtu dhe këto analizat cilat bën. Ndoshta me anë të këtyre analizave bëhet edhe më e qartë, sepse jo gjithçka kuptohet me një seancë apo me disa publikime, ndërsa tani kur bëhet një analizë edhe më e thellë, se cili aparat në qoftë se dëshiron me di qoftë për komunën në cilën jeton, qoftë edhe për atë se çka po ndodh në vend, mundet me hyrë edhe me i pa këto analiza pastaj këto. Dhe vërtet, sepse dokumenti i buxhetit është një dokument shumë voluminos, ka 700 faqe, pra dhe nuk presim që qytetarët të hyjnë të analizojnë vetë. Edhe se cili me i pa ato projektet edhe investimet. Është i komplikuar si dokument, kështu që mundohemi ne me thjeshtu me një analizë shumë më të shkurtë, me qenë se edhe qeveria e ka një dokument i cili është informatori për qytetarët, që normalisht duhet ta publikojë në njëjtën kohë sikurse buxhetin, mirë po gjithmonë e publikon me shumë vonesë, pra dikun muajin maj të vitit të ardhshëm. Kështu që kemi përmendur në analizë që qeveria duhet të rigati edhe kësaj dhe të publikojë edhe për qytetarët një informator më të thjeshtuar për buxhetin, që të jenë të gjithë të informuar. Rona, faleminderit shumë për këto informata dhe faleminderit që e sqarove bashkë me ne edhe buxhetin dhe ndarjen të cilën është bërë. Kënaqësi që ju pata në studio. Faleminderit. Ndërsa